Mirëmbrëma gjithëve, jemi në Ekozon për të njohur me zhvillimet ekonomike të javës që sapo kemi mbyllur. Konkretisht gjatë kësaj jave qeveria njoftoi se ka vënë në dispozicion 50 milion euro për të dëmshpërbyer, por edhe për të investuar, për të kryer disa investime parandaluese për përmbytjet që shkaktuan rreshtet e dëndurave gjatë këtij fillim janari. Ndërkohë, administrata tatimore ka njoftuar se paga minimale për efekt për llogaritjes të kontributeve arriti në 50.000 lekë, ndërkohë që paga maksimale për efekt për llogaritjes së kontributeve është 186.000 lekë. Ndryshimet vlen për të vetë punësuarit, për të punësuarit, por edhe për punonjësit e papaguar të familjes. Një kompani amerikane do të ndërtoj parkun eolik në Tropoj. Qëllimi i këtij investimi strategjik është diversifikimi i burimeve energjetike në vend. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor njoftoi se taksat e automjetit mund të paguhen tashmë online nëpërmjet portalit qeveritar i Albania. Sipas njoftimit bërë publik nga DPSHTR-ja, pagesat mund të kryhen nga çdo lloj karte bankare. Ndërkohë, në emisionin e sotëm do të ndalemi në fakt tek një problematik dhe tek pyetja më e shpeshtë që po bëhet pra në këtë muaj janari nga pensionistët, pse një pjesë e mirë e tyre nuk kanë përfituar nga ajo që konsiderohet si nisja e reformës së pensioneve, sikundër premtoi pra dhe qeveria. Do të ndalemi do të sqarojmë pikërisht kompensimin dhe rritjen e pensioneve në këtë fillim viti 2026. Qeveria ka konsideruar vitin aktual pra si vitin e kthesës së madhe, pasi do nisi konkretisht zbatimin në reforma e pensioneve. Artikulime publike gjatë periudhës së fundit të vitit nëntor-dhjetor, kur miratua dhe buxheti i shtetit për vitin 2026, lidheshin me premtimet se do të rriteshin pensionet për të gjithë kategorinë përfituese pra nga janari këtij viti. Por ndjekim çfarë ka thënë kryeministri për rritjen e pensioneve dhe rikthehemi në studio. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lekë. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lekë. Pensioni rural do të rritet 1.000 lekë. Pensioni familjar do të rritet 700 lekë. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lekë. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategorinë 2027, do të trefishohen 2028, do të katërfishohen 2029. Por, në fund të muajit dhjetor dhe konkretisht në 30 dhjetor u zyrtarizua dhe u konkretizua vendimi i qeverisë i cili përcaktonte pra masën e kompensimit, dhe nga ajo se çfarë ka miratuar qeveria, rezulton se jo të gjithë pensionistët përfitojnë, por përkundrazi ka disa kufizime dhe përjashtime, dhe konkretisht nga të dhënat tona rezulton se në total në fund të vitit 2025 kemi 740.000 pensionistë në total. Fondi i vënë në dispozicion nga qeveria për kompensimin e pensioneve është 9.7 miliard lekë, por nga të dhënat që disponojmë rezulton se 75.000 pensionistë nuk përfitojnë asnjë rritje nga viti 2026. Por kush përfiton? Vendimi i Këshillit Ministrave përcakton konkretisht 5 kategori. Kush e ka pensionin deri në 40.000 lekë do të përfitojë një rritje deri në 1.800 lekë. Përfitues nga kjo rritje janë 260.000 pensionistë. Dhe në këtë kategori janë personat me pension pleqërie të plotë urban, personat me pension pleqërie të lidhur nga data 1 janar 2015, personat me pension pleqërie që kanë punuar në minera, por edhe ato me pension si minator, naftëtar apo metalurg. Por kush është kategoria e dytë që do të pësojë rritje të pensioneve nga ky janar? Flasim për ata që kanë pensionin nga 0 deri në 22.000 lekë, do të përfitojnë një rritje deri në 800 lekë dhe përfitues janë rreth 300.000 pensionistë. Dhe shohim konkretisht që përfitues janë personat me pension pleqërie të pjesshëm, ata me pension pleqërie të pjesshëm urban të lidhur deri në datën 31 dhjetor 2014, personat me pension pleqërie të lidhur nga data 1 janar 2015 pa vite të plota pune dhe personat me pension social pasi mbushin moshën 70 vjeç. Kush është kategoria e tretë që pritet të përfitojë rritje pensioni? Ata që kanë pensionin nga 0 deri në 18.000 lekë do të përfitojnë një rritje deri në 1.000 lekë. Përfitues janë rreth 75.000 pensionistë. Do të përfitojnë ata që kanë pension pleqërie, që kanë qenë pjesë e ish kooperativave bujqësore, por edhe personat që përfitojnë pension pleqërie rural. Ndërkohë, kush është kategoria tjetër që do të përfitojë rritje pensionesh? Janë ata që do të kenë një pension nga 0 deri në 30.000 lekë, rritja do të jetë deri në 600 lekë dhe përfitues janë 58.000 pensionistë.
Përfitojnë ata me të ardhura deri në 30.000 lekë në muaj dhe ata që kanë pension invaliditeti. Por kush është kategoria e fundit përfitues nga reforma e pensioneve? Ata që kanë pension nga 0 deri në 18.000 lekë do të përfitojnë deri në 700 lekë kompensim dhe përfitues janë rreth 34.000 pensionistë. Në këtë kategori përfshihen gjithë personat me të ardhura deri në 18.000 lekë në muaj që marrin një pension familjar. Ne do të sqarojmë në emisionin e sotëm konkretisht se kush përfiton dhe kush përjashtohet, pasi edhe këto vlera të cilat janë përcaktuar nga Këshilli i Ministrave nuk përfitohen të plota, por nëse pensioni është pranë këtyre tavaneve, përfitimi do të jetë minimalist. Për të gjitha këto, ju ftoj të na ndiqni në emisionin e sotëm, pasi edhe në pjesën e dytë dhe të tretë e emisionit do të ndalemi tek bilanci përmbytjeve dhe masa e dëmshpërblimit. Kush do të përfitojë nga përmbytjet dhe nga dëmshpërblimet që po ka nisur evidentimin e dëmeve, vetëm pas pak. Mirë, në këtë pjesë të parë të emisionit, ne do përpiqemi që t'i japim përgjigje pyetjes që po bëhet më së shumti nga pensionistët në këtë muaj janar, pse nuk kanë përfituar rritje të pensionit një pjesë e mirë e pensionistëve në vend. Dhe në këtë pjesë të parë të emisionit do të kemi një lidhje direkte me eksperten e ekonomisë, zonjën Teuta Nunaj. Përshëndetje zonja Nunaj, faleminderit që jemi në këtë lidhje për Ekozon. Faleminderit e juve për ftesën. Përshëndetje. Zonja Nunaj, shumë pensionist më kanë pyetur ose i pyesin edhe në sportelet ku marrin pensionin se pse pensioni i tyre nuk ka shënuar rritje përkundër premtimit si u kuptua të paktën gjatë muajve nëntor-dhjetor gjatë diskutimeve të buxhetit të shtetit se do të rriten pensionet dhe si qeveria ka konsideruar vitin 2026 vitin e kthesës së madhe ku ka nisur të zbatohet reforma e pensioneve, por në fakt sikundër edhe përmenda në hyrje të emisionit, të dhënat që kemi në rrugë jo zyrtare, të kuptohemi, janë rreth 75.000 pensionistë që nuk përfitojnë asnjë rritje nga reforma e nisur këtë fillim janari. Është e vërtetë ajo që thoni juve, sepse është një numër shumë i madh pensionistësh, të paktën edhe nga komunikimet që unë kam të përditshme me ta, të cilët janë ndirë të zhgënjyer për arsye sepse ata prisnin sipas deklaratave të drejtuesve politik në vend që të kishin një shtesë në të ardhurat e tyre mujore. Dhe kjo shtesë për një numër shumë konsiderueshëm nuk ka qenë reale. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse në vendimin e Këshillit të Ministrave të datës 30 dhjetor të vitit 2025 është përcaktuar një vlerë tavan për 5 nivele ose për 5 kategori pensione. Dhe këtu në këtë rast i themi që për pensionin e pleqërisë urban të plot, tavani ka qenë në vlerën 40.000 lekë, që nuk kuptohet ajo vlerë kompensimi që do jepë pensionistit nuk duhet atë i kalonte këtë vlerë tavani. E njëjta logjikë ose e njëjta metodologji është zbatuar edhe për pensionet urbane të pjesshme, ku tavani ishte 22.000 lekë i përcaktuar, për pensionet rurale dhe për pensionet familjare tavani ka qenë 18.000 lekë, ndërsa për pensionet invaliditeti tavani ka qenë 30.000 lekë, pra si ardhur mujore. Dhe këtu në këtë rast bëm një dallim kur flasim për të ardhurën mujore të pensionistëve që është më e madhe se sa masa e pensionit. Sepse masa së pensionit që ata kanë marrë ditën e parë kur kanë dalë pensioni janë shtuar shtesa, siç mund të themi kompensimi për energjinë elektrike, siç mund të jenë kompensimi për shembull për rritjen e çmimit të bukës ose forma të tjera shpërblimi. Këtu përfshihet në këtë rast dhe pensioni suplementar. Ndaj nëse kjo ardhur mujore e këtyre individëve pensionistë ka qenë për te këtyre, ata në këtë rast e kanë përfituar, nuk e kanë përfituar masën e kompensimit. Nëse e ardhur atyre ka qenë në këtë nivel, gjithmonë në këtë rast kemi pasur sërish një kufizim në masën, ku thuaj nga një lek deri në 18.000 lekë. Pra vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton për shembull që për pensionistët që kanë pension të plot urban, masa e kompensimit që ata do fitonin do jetë deri në 18.000, që nuk kuptohet mund ta fitonin nga 1 deri në 18.000 lekë, dhe diferenca është që kush është sa më afër thjesht këtij tavani 40.000 lekë do thotë aq më pak lekë. Dhe në shembull shumë të thjeshtë, një pensionist e kishte pensionin 39.000 lekë urban të plot, ai fiton vetëm 1.000 lekë kompensim. Që të mos kaloj kufirin 40, po. Ideja është që gjithmonë mos ke kaluar kufirin 40, por e njëjta logjikë ose njëjta metodologji është që duhet kaloj kufirin 22.000 për pensionet e pjesshme, 18.000
për ruralet dhe familjarët, pra pensionet rurale dhe familjare dhe 30.000 për pensionet invaliditetit. Këto dy kufizime që janë përcaktuar në vendimin e Këshillit Ministrave, nuk ishin parathënë, pra nuk ishin deklaruar, ishin deklaruar vetëm që do ketë rritje të masës pensionit, dhe kjo në këtë rast krijoje para konfuzion dhe dyta zhgënjim tek qytetarët. Pikërisht këtu doja të ndalesha pak, zonja Nunaj, ishte thjesht e kemi kuptuar ne gabim dhe të gjithë pensionistët, apo ka pasur një mungesë transparence për mënyrën se si do të aplikohej skema e rritjes apo e kompensimit të pensioneve nga ana e institucioneve publike? Unë gjykoj në këtë rast se nuk ka pasur një gabim nga ana jo, dhe kur themi ne flasim të gjithë pensionistët, të gjithë qytetarët dhe ne si ekspert. Pasi neve në këtë rast ose pak nëse unë flas në vetën e parënjëjes, pra unë gjithmonë jam referuar deklaratës politike të kryeministrit dhe ndaj gjithmonë kam bërë diferencën mes një deklarate dhe një vendimi. Edhe kryeministri ose edhe ministrat ose kushdo nga pa i vënë një emër, kushdo nga individët drejtues politik dhe njëkohësisht ekzekutiv, të cilët kanë deklaruar që do ketë një rritje të masës së pensionit, asnjëri prej tyre nuk ka deklaruar që do ketë një kufizim, që nuk kuptohet nuk do jetë për të gjithë qytetarët. Dhe kjo gjë në këtë rast duke u thënë në mënyrë shumë të përhershme dhe shumë të gjatë për rreth 2 muaj kohë, atëherë krijohet gjithmonë ai mendimi që neve se s'kemi arsye pse ta paragjykojmë një fjalë që do ketë diçka tjetër ndryshe. Të gjithë pensionistët. Absolutisht. Absolutisht, edhe unë vetë personalisht, pak në deklaratat e mia e kam marrë të mirëqen që të gjithë do përfitojnë për sa kohë nuk kisha një deklaratë ndryshe. Por kur lexova në datën 1 janar në vendimin e Këshillit Ministra, aty në këtë rast tash jo, pris sepse ka dy kufizime të cilat çojnë që jo të gjithë qytetarët janë përfitues të tyre. Zonja Nunaj, teksa lexon vendimin e Këshillit të Ministrave, si mund ta përkthejmë apo si mund ta lexojmë dhe si mund ta kuptojmë më mirë? Kjo që po ndodh me pensionet sot këtë janar, konsiderohet rritje pensioni, konsiderohet kompensim, është një lloj bonusi, çfarë emri mund t'i vëmë? Unë analizën time, pra duke filluar nga 30 dhjetori përpara nuk i kam vendosur asnjë një emër se çfarë është, për sa kohë nuk isha një vendim të Këshillit Ministrave. Aktualisht pas këtij vendimi të Këshillit Ministrave mund të themi që kemi të bëjmë me një kompensim mujor që është mbi bazën e të ardhurave mujore të pensionistëve. Pra kemi një rritje të ardhurave mujore të pensionistëve, nuk kemi një rritje të masës të pensionit, pra pensioni, ku neve flasim për pensionin qytetarit duhet kuptoj, ku flasim për pension pleqërie do thotë është vlera që atij është llogaritur në bazë të kontributeve të tij dhe viteve kontributive. Ku flasim për invaliditetin kanë një njëjtën logjik, sepse varet shumë dhe nga vitet kontributive. Pra pensioni është ajo çka është deklaruar në datën 1, kur ai ka fituar të drejtën edhe njëkohësisht ka filluar gëzimin e pensionit. Ndërsa të gjitha vlerat shtesë i shtohen masës së pensionit, të dyja këto të ardhura, përbëjnë atë që quhet e ardhura mujore pensionistëve. Dhe këtë jam munduar ta theksojmë disa herë sepse qytetarët duhet ta kenë shumë të qartë, sepse e ardhura e pensionistëve, ajo që është shtesa, bonuset, kompensimet dhe gjithçka tjetër nuk indeksohen. Indeksohet vetëm masën e pensionit. Po, këtu doja të dilja. Ndërsa aktualisht gjatë vitit, me qenë se qeveria ka thënë që do të vazhdojë me politikën e indeksimit, kur të merret vendimi i qeverisë, për llogaritja nuk do të jetë mbi këtë rritje apo mbi këtë kompensim që ka nisur të aplikohet sot apo jo? Këtë muaj, domethënë janar. Jo, është e vërtet. Pra, është e vërtet. Edhe në vendimin e Këshillit Ministrave është e përcaktuar, pra e themi të zezëm i të bardhë që ky kompensim është kompensim mbi të ardhurat mujore të qytetarëve dhe nuk indeksohet. Që nuk kuptohet, nuk është pjesë e masës së pensionit. Ajo çka indeksohet duhet masa e pensionit dhe nëse ne do bëjmë në thojnë dhe një lloj ekuacioni shumë të thjeshtë, pra A-ja është e ardhura ose masa e pensionit, B-ja janë të gjitha shtesa, C-ja është A plus B. Ajo çka do indeksohet do jetë vetëm A, që është masa e pensionit, B-ja nuk indeksohet, pra kompensimet shtesat nuk indeksohen, ndërsa C-ja në këtë rast do rritet në fund, pra kjo ardhura mujore do rritet sepse do rritet masa e pensionit. Por kompensimet dhe bonuset nuk rritet. Në rastin konkret, në analizën time nuk kemi të bëjmë me një bonus të shpërndarë në 12 muaj, për një arsye shumë të thjeshtë, që edhe ju vetë sekët, për sa kohë neve kemi individ qytetarë të cilët nuk e përfitojnë kompensimin, pra nuk përfitojnë fare kompensimin, për sa kohë individët qytetarë e përfitojnë në
mënyrë të pjesshme, ata nuk gjykoj që kemi të bëjmë me një bonus për një grup individesh vetëm. Ndaj në këtë rast, themi që kemi të bëjmë vetëm një kompensim për të ardhurat mujore të pensionistëve. A mund të themi, zonja Nunaj, që me këtë formë kompensimi si kundër e ka parashikuar qeveria dhe po zbatohet, duket sikur ishte më mirë politika e bonusit pasi përfitonin të gjithë, sigurisht e përshkallëzuar 10 dhe 15.000 lekë në varësi të ardhurave që kishin pensionistët, por paktën ishte gjithë përfshirëse dhe prekeshin apo e përfitonin të gjithë. Dhe kjo do më thënë gjithmonë medalja ka pjesën e dy anëve, pra gjithmonë ka përfitues dhe jo përfitues. Pra në rastin e bonuseve, pozitive ishte se ishin të gjithë të përfshirë. Ndërsa në rastin e kompensimeve duke qenë se u vendos tavani, se nëse nuk do vendosi tavani, absolutisht do ishin të gjithë të përfshirë. Në rastin konkret, duke qenë se u vendos ky tavan, do thotë që një pjesë e qytetarëve, edhe nëse marrim në nivelin e shifra si shtatju që do thotë gati 10% nuk janë përfitues, sërish është një numër e konsiderueshëm, dhe nga ana tjetër krijon këtë pjesën e pabarazisë, se qytetarët të cilët kanë nderdhur kontribute në vite edhe në vlerë më të lartë dhe kanë njëkohësisht vlerën e pensionit më të lartë, pra do themi më shumë se 40.000 lekë, janë diskriminuar krahasim me qytetarët të cilët edhe mund të kenë pensionet e plota, se kanë vitet e plota, por kanë nderdhur më pak kontribute. Dhe krijohet kjo pjesa e mendimit të gabuar që s'është e nevojshme të derdhin kontributet e plota, sepse ja qeveria ndihmon ata që nuk i derdhin kontributet e plota. Kjo është një element tjetër në këtë rast që krijon. Sigurisht për gjithë ata që na dëgjojnë, ndoshta është pak e vështirë për të marrë shembuj specifik për secilin prej tyre, për të kuptuar se sa do të rritet masa e kompensimi, më saktë, për të qenë në rregull me terminologjinë, por sikundër e tham, pothuajse rreth 75.000 pensionistë nuk përfitojnë asnjë lek, por ajo çfarë dua të theksojmë së bashku ju në rastin konkret është që edhe një kategori tjetër pensionistësh që përfitojnë, por që janë në limitet e këtyre tavaneve, të cilat ne i po i tregojmë edhe grafikisht që i ka parashikuar dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, duhet të informojmë pensionistët që mund të përfitojnë një rritje minimaliste nëse janë pranë këtyre tavaneve. Pra nëse janë pranë një tavani prej 22.000 lekësh ose marrin 21.000 lekë, do përfitojnë vetëm një rritje apo një kompensim minimalist për 1.000 lekësh për të gjitha tavanet, apo jo? Është e vërtet në këtë rast dhe në rastin konkret neve kemi tavanin 40.000 lekë për pensionet e pleqërisë urbane të plota dhe vlera e kompensimit është deri në 1.800 lekë. Që nuk kuptohet çdo vlerë e cila e ke kalon vlerën 40.000 lekë nuk përfitohet. Dhe një qytetar në këtë rast mund bëjë një llogaritje shumë të thjeshtë. Pra, sa duhet ta kesh pensionin që ta përfitosh kompensimin e plot 40.000, po të zbresësh 1.800 lekë dhe në këtë rast qytetari kupton që nëse ai ka 38.200 lekë, pra më pak se kaq lekë, atëherë ai në këtë rast është përfitues. E njëjta logjikë ose metodologji tek pjesa e pensionit të pleqërisë të pjesshëm është 22.000 lekë dhe kompensimi është deri në 800 lekë. Pra një qytetar që ka të ardhura të pensionit të pjesshëm deri në 21.200 lekë, ai e përfiton të plot. Kush ka mbi 21.200 përfiton diferencën. E njëjta logjikë për pensionin familjar dhe pensionin në zonat rurale. Në zonat rurale është deri në 10.000 lekë ose deri në 1.000 lekë, dhe do thotë nëse masa është 18.000, do thotë që qytetari që ka një pension rural në vlerën 17.000 lekë, ai do ta përfitojë kompensimin e plot, nëse ka mbi 17.000 lekë, ai do përfitojë vetëm diferencën. Pensionet e invaliditetit. Nëse qytetari e ka se është kompensimi është deri në 600 lekë. Nëse qytetari e ka pensionin e invaliditetit në masë të 29.400 lekë, ai përfiton të plot. Pra, poshtë kësaj vlere përfiton të plot. Poshtë vlerë, sipër vlerës 29.400 lekë, ai nuk e përfiton të plot, do të përfiton të pjesshëm. Pra, kjo është metodologjia që ka përcaktuar vendimi i Këshillit të Ministrave dhe në rastin e shumë qytetare, për shembull që mua më kanë shkruar, është rast një qytetare e cila kishte një pension në vlerën 39.200 dhe ai kishte marrë vetëm 800 lekë, dhe thoshte pse ka marrë më pak kur duhet kisha marrë 1.800. Pikërisht sepse ajo e qenë se kishte brenda këtij fashe që ishte afër vlerës 40.000, nuk e përfitonte kompensimin e plot 1.800, por vetëm 800 lekë. Kjo skem, kështu si është aplikuar dhe si po aplikohet dhe si është hartuar, zonja Nunaj, sa e drejt ju duket? Në aspektin e të drejtës,
sociale në aspektin e parimit të barazisë, do themi në këtë rast se kemi disa paparazi. Dhe ku kemi paparazi? E para në këtë rast janë vendosur kufi dhe kanë krijuar dy grupe qytetarësh, ata që janë përfitues dhe ata që nuk janë përfitues nga kompensimi. Dhe kjo krijon pabarazinë e parë. E dyta në këtë rast është krijuar një lloj pabarazie sepse kemi nivele të ndryshme dhënjesh kompensimi nga 600 deri në 1800 lekë. Pra do thotë që është gati 3 fishi. Dhe në tilla raste, kur bëm këto diferencime minimalisht, këto vendime duhet shoqërohen ose me një shpjegim metodologjie ose me një shpjegim që pse vendos që qytetari që ka një pension invaliditeti i e vetëm ka 600 lekë, ndërkohë që qytetari që ka një pension të plot pleqërie i 1800 lekë. Dhe unë tu do sjell shembullin e një qytetari që më ka shkruar. Kjo qytetare ka paguar vlerën e plot për 40 vite kontributive, po për shkak të paaftësisë fizike, ajo nuk mori pension pleqërie, po mori pension invaliditeti. Edhe për faktin se pension invaliditeti doli me vlerën më të lartë. Ky pension invaliditeti që ishte mbi vlerën 30.000 lekë nuk i mundsoi kësaj qytetare që të përfitonte kompensimin. Ndërsa kjo qytetare do kishte zgjedhur pensionin e pleqërisë të plot, sepse i kishte vitet e plota, atëherë ai do ta përfitonte kompensimin. Dhe pyetja që më shtroi, pse unë nuk e përfitoj kur jam unë po i njëjti njeri dhe vetëm kategoria mua më diferencon, kur normalisht kategoria pension invaliditeti do të ishte më i favorizuar? Ndaj në këtë rast, këto vendimarrje që janë kaq shumë delikate dhe me kaq shumë ndikim në popullatën duhet të jenë shumë kujdesshme kur të deklarohen, dhe të informohen kategoritë përkatëse, të informohen dhe të sqarohen. Absolutisht, dhe fillimisht gjithmonë të ketë një transparencë për të deklarohen gjëra, sepse gjëra nëse janë marrë vendimet, ato do zbatohen. Por të mos ndodhin gjithë ky konflikt i brendshëm ndaj qytetarëve, po edhe një revoltë e tyre, nëse mund të përdor këtë term, pikërisht për faktin sepse ata nuk e dinin, pa krijove një pritshmëri. Ku normalisht mund të mos e kishte krijuar atë dhe nuk do ishte gjithë kjo situatë. Po, me këtë skem, zonja Nuna, i bie që edhe vitin tjetër, qeveria thotë që do 2 fishohen masa e kompensimit, do 3 fishohet në vitin pasues, i bie që këta që s'kan përfituar sot do vazhdojnë të mos përfitojnë akoma, edhe në vitet pasuese. Derisa të ketë një lloj afrimi të pensioneve të ulta. Një lloj balancimi. Një lloj balancimi, apo jo? Unë normalisht nuk mund ta konfirmoj, sepse në vendimin e fundit të Këshillit Ministrave që ne po marrim në analizë, është e përcaktuar që përfitues të këtij kompensimi do jenë të gjithë ato qytetarë që sot janë në pension, të gjithë ato qytetarë që fitojnë të drejtën e pensionit deri në datën 31 dhjetor 2026. Dhe çdo qytetar që fiton të drejtën e pensionit në 1 janar 2027 nuk është përfitues, si nuk kuptohet. Neve kemi informacion se çfarë do ndodhi brenda 2026-s. Dhe ky është vendimi i Këshillit Ministrave. Ne nuk kemi një strategji, një plan pune, një projekt. Dhe ku flasim nuk e kemi të shkruar dhe të publikuar. Qeveria mund ta ketë të shkruar, po s'e ka publikuar. Që do thotë neve nuk dim se çfarë do ndodhi pas 2026-të. Pra nëse do jetë ky 2 fishimi, nëse do ketë të njëjtën metodologji si tani. Për sa kohë në këtë rast kemi ende të deklarata politike dhe duke qenë se deklarata politike me vendimarrjen ishte e ndryshme, atëherë në këtë rast nuk gabojmë nëse bëjmë një parashikim se çfarë do ndodhi, se ndoshta mund të korrigjohet ky vendim, pra kjo metodologji e zgjedhur. Po. Atëherë do presim e do shohim se kush do të jetë qasja e qeverisë për vitin tjetër. Ajo që mund të themi në këtë mbyllje të kësaj interviste zonja Nuna është që të gjithë pensionistëve mund të themi që mund të presin kohën kur do merret vendimi për indeksim, sepse vetëm prej indeksimit do të jenë të gjithë të përfshirë, le të themi, nga një rritje sado minimaliste. Unë të falenderoj që ndave me këtë opinion. Absolutisht po. Faleminderit dhe juve. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Do të ndryshojmë temë pasi do të flasim për bilancin dhe dëmet që kanë shkaktuar java që lan pas pra e përmbytjeve të mëdha, vetëm pas pak.
Jemi në pjesën e dytë e emisionit dhe do të ndryshojmë tërësisht temë dhe do të flasim për situatën e përmbytjeve në këtë fillim janari. Pas një jave dhe pas një fillim janari pra muaj me rreshje të dëndura me përmbytje nga veriu në jug dhe me dëme të konsiderueshme në banesa dhe në bujqësi, tashmë zyrtarisht ka nisur verifikimi i dëmeve në terren. Të dhënat paraprake në fakt nuk flasin se kemi një bilanc konkret të dëmeve të shkaktuara, por ajo që mund të themi është se të dhënat paraprake në bujqësi flasin se kemi rreth 13.000 hektar tokë në ujë, ndërsa përsa i përket në blegtori kemi një numër të vogël që janë prekur nga përmbytjet. Në fakt, sa i përket dëmshpërblimeve, ajo çfarë dim zyrtarisht është se qeveria ka vënë në dispozicion rreth 50 milion euro për të kryer dëmshpërblimet për të gjithë të prekurit nga përmbytjet, nga cilat 25 milion do të jenë për dëmshpërblime dhe 25 milion pra 50% e vlerës do të jetë për të kryer investime parandaluese të përmbytjeve. Por sa herë ka përmbytje dhe dëme të tilla të konsiderueshme, gjithmonë në rikthejmë debatin kush duhet i paguaj këto dëme. A ka ardhur koha që të kemi edhe sigurim të detyrueshëm në sektorin e bujqësisë nga fatkeqësitë natyrore. Dhe do të analizojmë në këtë pjesë të dytë të emisionit me të ftuarit e mi që janë zoti Fatmir Guri, zëvendës ministër i bujqësisë, dhe me zotin Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në Ekozon. Faleminderit për ftesën. Zoti Guri, e nisim së bashku. Më në fund, kemi një qetësim të motit, kemi edhe një tërheqje të ujrave në disa zona, le të themi, kritike, dhe çfarë mund të na thoni konkretisht? Kemi nisur me evidentimin e dëmeve, janë grupet e punës në terren për të bërë një gjë të tillë? Situata e cila erdhi në ditët e para të muajit janar ishte një situatë me rreshje të larta në një periudhë shumë të shkurtër kohe. Gjë që prodhoi disa situata të vështira në pika në të cilët lumejt ka përcyen të themi limitet e tyre maksimale për cilat ishin parashikuar edhe infrastruktura e kullimit. Sot neve që flasim kemi një tërheqje të përgjithshme të ujrave, ujrat kanë lënë zonat e përmbytura dhe sot flasim për një ulje në nivelin 50-60% të sipërfaqes fillestare. Që në ditët e para, specialistët e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u gjendën pranë zonave në të cilat problematikat ishin më të rëndësishme, me qëllim që t'jenë pranë fermerëve dhe blegtorëve, si në këshillim, ashtu edhe në ofrimin e ndihmës parë për sa i përket situatës që paraqitet. Sot, neve kemi rreth 87 specialistë të cilët janë të angazhuar në terren dhe në mbështetje të autoriteteve lokale, kryesisht bashkitë, të cilat janë autoritetet e mandatuara nga ligji për të kryer së bashku grupet për të kryer procesin e verifikimit të dëmeve. Dhe sot, por edhe në ditët deri sot, është bërë identifikimi i dëmeve në pjesë të ndryshme, si në pjesën urbane, ashtu edhe në pjesën e sektorit bujqësor. Ka ndonjë afat deri kur do të vazhdoni me evidentimin e dëmeve? Për të kuptuar se kur mund të përfundoj procesi dhe kur mund të presin, le të themi, qytetarët e prekur dëmshpërblimin e premtuar. Megjithëse neve kemi një përmirësim të rëndësishëm të situatës, përgjithsisht ekzistojnë disa hotspotit të cilat ka nevojë për një vëmendje të shtuar. Dhe në këtë kuadër, për shembull do të përmendja para 2 ditësh ne patëm një situatë në Gruqderdhen e Lumit Seman, e cila po verifikohet dhe po analizohet në mënyrë të detajuar. Pra, akoma neve nuk jemi në një, të themi, nivel analize në të cilën neve të themi që problematikat e momentit të parë janë të mbyllura plotësisht dhe neve deri në një datë të caktuar do të arrijmë që të kemi një vlerësim. Vlerësimi po kryhet për një pjesë shumë të madhe në mënyrë të themi paralele me edhe mbështetjen e ekspertëve dhe mbështetjen e bujqve
të cilët mund të kenë nevoja prioritare, si në bujqësi ashtu dhe në plegëtori. Ku i kemi zonat me dëmet më të mëdha në aspektin e bujqësisë, zoti Guri? Atëre, mbeten zona e Shkodrës, zona e Lezhës, Kurbini, 2 krahat e lumit Vjosa në Fier dhe në Vlorë. Pra, këto janë zonat të cilët erdhën, ose themi problematika të cilat erdhën kryesisht nga rritja në mënyrë të menjëhershme e prurjeve të disa lumenjve, të cilët të i kaluan kapacitetet inxhinierike të parashikuara në ndërtimin e sistemeve të kullimit, pra të kanaleve kullues, të hidrovorëve, kështu me radhë. Këto zona përgjithsisht sot shikohen të jenë të stabilizuar, pra neve nuk kemi më problematika. Para disa ditësh neve kemi patur, 2 ditësh ne kemi patur një problematik në, si që përmenda Grykdere dhe në Lumit Seman, e cila dhe kjo po stabilizohet në mënyrë të vazhdueshme. Zoti Rapaj, sa herë ka përmbytje, qeveria, institucionet thonë se ranë rreshjet më të dëndura në një kohë shumë të shkurtër, kemi patur 50% të rreshjeve vjetore, apo s'kemi çfarë t'i bëjmë natyrës, në fakt përmbytjet që vinë në mënyrë të vazhdueshme ndër vite, apo jo, kemi pasur raste të tilla të përsëritura. Është vetëm faji natyrës sipas jush? Apo kemi fajin vetë? Edhe vetë. Faji natyra natyrisht është shkaku kryesor që ne na rrjedhin gjithë këto procese në vijim. Dhe këtu problematika nuk është se do të ndalohen rreshjet nuk i ndalon dot ashtush. Si parandalojmë efektet e rreshjeve? Si ne ti eliminojmë efektet e rreshjeve, është një problematik që është diskutuar her pas here. Ne kemi informacion tashmë që përkeqësimi i kushteve të motit do të vi akoma duke u agravuar. E kemi këtë informacion edhe nga institucionet ndërkombëtare. Njëkohësisht në funksion të kësaj, këto përmbytje të kësaj radhe dhe kjo fatkeqësi e kësaj radhe ishte e veçantë. Ishte veçantë për arsye të kozgjatjes, për arsye të shoqërimit me ngrica, që nuk ka ndodhur herë të tjera në këtë lloj forme. Elementi tjetër është i përcaktuar pastaj që jo të gjithë e kuptuan këtë risk kaq të madh dhe këtë madhësi të përmbytjeve, e kuptuan që në fillim, megjithëse për të qenë realist, masat paraprake dhe informacioni u dha. Media, për shembull, pati një sensibilizim shumë të madh që në fillim fare që diçka po ndodh. Edhe nga Instituti i Meteorologjisë pati informacione, por unë mund të them që megjithëse pati një rritje kaq të madhe të dëmit nga përmbytja, nga ngrica dhe nga kushtet të tjera atmosferike, dëmet nuk kanë qenë kaq të mëdha sa që kanë qenë herë të tjera. Dhe kjo tregon që... Po nëse kemi një bilanc paraprak, Jo, ne bilancin nuk e kemi paraprak të shkruar, por ama si përfiturim ne e kemi parasysh se çfarë ka ndodhur. Po thua vetëm për në bujqësi apo në total edhe në familjet e të gjithë të prekurve? Unë po flas për ekonominë e ushqimit. Për ushqimin. Nuk jam specialist për të tjerat, por për këtë që them që e njoh situatën, dhe kjo është situata realisht, ne nuk ishim parashikuar që në këtë periudhë tek gruri të kishim këtë dëm kaq të madh siç na ka ndodhur. Sepse është dëmi i jashtëzakonshëm tek ata që kanë mbjellë sipërfaqe dhe që janë afër me grur, që janë afër lumenjve. Kjo ishte pa parashikuar. Ka ferma të cilat janë evaduar nga uji, janë përmbytur, pothuajse totalisht. Dhe këto janë ferma të cilat nuk e kishin parashikuar këtë lloj fatkeqësie. A ka vetëm faj natyra? Natyrisht që jo, sepse ne kemi realisht disa masa duhen marrë. Ne kemi një strategji të ujitjes dhe kullimit. Kemi pasur një strategji edhe më përpara deri në 2019, kemi një strategji deri në 2031. Realisht këtu janë parashikuar masat. Por jo të gjitha këto masa janë realizuar ashtu siç duhet. Dhe elementi kyç që nuk janë realizuar mbetet financimi. Në strategjinë e parë deri në 2019 realisht u financua deri në 70% të masave që ishin parashikuar. Në këtë strategji janë njoftuar tashmë që do të merren disa masa që 50 milion euro janë goxha shumë, goxha shifër,
por që problemi këtu nuk mbetet tek shuma dhe burimi, por mbetet tek disbursimi. Unë do të thosha që krahas punës që bëjnë forcat, ato ekspertët e Ministrisë Bujqësisë dhe të atyre të bashkive, është momenti që ne të aktivizojmë edhe shoqatat e vlerësuesve. Është mirë që të vihet një fond për këto shoqata, në mënyrë që ekspertët që janë të licencuar nga Ministria e Përkatëse, Ministria e Industrisë dhe Energjetikës, të kenë mundësinë që të kontribojnë në këtë vlerësim që të përfundojnë sa më shpejt që tjetë Për ta përmbledhur, pra ju po thoni zoti Rapaj që fajin në thonjza e ka natyra, një? Jo, unë nuk them fajin e ka natyra. Jo, fajin e ka natyra, fajin problemi i dytë është që kemi mungesë financimesh pasi investimet të tilla kërkojnë para dhe shpenzime, por i treti pyetja që më vjen natyrshëm është po mirë, edhe këto investime që kemi bërë, a kanë qenë në drejtimin e duhur, pra kemi bërë investime eficiente për të patur parandalime dhe zbutje të dëmeve që mund vinë nga fatkeqësi të tilla natyrore? Në disa vende po. Janë bërë investime të tilla që e dhanë efektin tani, u provuan tani. Shumë nga ato argjinatura që janë ndërtuar kohët e fundit nuk e përballuan edhe këtë tejkalim të rreshjeve dhe këtë forcave të tjera. Pati tek tuk në një argjinatur që edhe u qa. Kjo tregon që kemi akoma vend për të parë cilësinë e punimeve në argjinatur, por për të parë edhe masinë e argjinaturave. Është një çështje në proces. Nuk duhet parë si çështje që fajin e ka argjinatura, po fajin e ka natyra, po fajin e ka. Këtu është një çështje komplekse dhe duhet parë ashtu siç është. E mira është që ne të transmetojmë njerëzve realitetin siç është në fakt. Sepse nëse ne do ta kthejmë edhe do shohim në këndvështrimin e ka fajin vetëm natyra apo e ka fajin vetëm njeriu, kjo nuk është këndvështrimi i duhur. Zoti Guri, për sa i përket qytetarëve të prekur, a ka një skem, a ka një ide të qartë për mënyrën se si do të ketë një dëmshpërblim për ta? Si do të përfitohen paratë që mund të përcaktohen, si do përcaktohet shuma, do të jetë fikse, do të jetë variabël, ka një mekanizëm pak më të qartë deri në finalizimin e plotë, të kupton? Neve jemi në fillim të procesit. Akoma neve nuk kemi një vlerësim për sa i përket dëmit të përgjithshëm i cili është verifikuar këtë herë. Dhe procesi mbështetjes do tjetë dhe metodologjia e kësaj të fundit, në qoftë se është kjo pyetja juaj, do tjetë dhe do të bëhet me dje në një moment të dytë, pasi neve të kemi mbaruar momentin e parë, që është momenti mbylljes së fazës emergjente dhe fillimit ose vlerësimit total të nivelit të dëmit që është shkaktuar këtë herë. Mënyra e mbështetjes, cilët do t'jenë ata që do të përfitojnë, cilët do t'jenë tipet e aktiviteteve bujësore, që është edhe themi objektivi Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të cilat do t'jenë pjesë niveli, mënyra, modalitetet e tjerë, do të vendosen në një fazë të dytë, në të cilën do t'jetë një bashkëpunim midis autoriteteve qendrore dhe bashkive përkatëse në të cilat kanë ndodhur këto fenomene. Po gjithsesi ajo që mund të themi është që minimalisht do dëmshpërblen vetëm ata fermerë që janë me NIP për atë zyrtarizuar. Neve do të qëndrojmë, vlerësimi do të vi në momentin në të cilin ai do të ndodhë. Pra, nëse neve do të kemi një dëmshpërblim i cili do të jetë një dëmshpërblim për të gjithë individët, për ata me NIP apo jo, këtë akoma është në diskutim, nuk është i vendosur. Sigurisht që unë këtu gjej momentin për të thënë se të themi formalizimi i fermerëve është një prioritet i cili nuk i bën mirë vetëm dhe ekskluzivisht sektorit në termin publik të tij, por i bën mirë edhe konsumatorit, por i bën mbi të gjitha mirë fermerit, sepse fermeri është, të themi, ai i cili përfiton në mënyrë të drejtë për drejtë nga ky proces formalizimi. Dua të sjell vetëm për ta mbyllur këtë, dua të sjell vetëm diçka që për mua është shumë e rëndësishme. Neve në 10 vitet e fundit kemi kaluar nga një numër, të themi, rreth 9-10.000 fermerë të formalizuar në 6 ose 7 herë, 10 herë më shumë se aq.
Pra, kjo është një proces i domosdoshëm në të cilin do të kaloj sektori bujqësisë shqiptare. Deri në përsaktimin e kritereve të mënyrës se si do dëm shpërblehen të prekurit nga përmbytjet, zoti Rapa, ju sa besoni në proceset të tilla? Dua të risjell në vëmendje që kur ka pasur përmbytje në vitet të mëparshme, ne e dim që procesi i kompensimit apo i dëm shpërblimit të fermerëve jo vetëm që është i vonuar, jo vetëm që merr kohë, po në disa raste edhe nuk ka funksionuar dhe nuk ka pasur efekt. Tani skema të tilla përderisa kemi një premtim publik dhe kemi një vendim publik që janë vënë ca para në dispozicion për të dëm shpërblyer. Sa mendoni se do të jenë efektive? Po mendoj të paktën nga deklaratat e kryeministrit, i cili tha që banesat dhe bagtit do të dëm shpërblehen totalisht, do të thotë do të shpërblehen 100%. Kjo është e sigurt. Besoj derisa u bë deklaratë publike, nuk do ketë tërheqje mbrapa. Për sa i përket dëmeve në bujqësi, dëmet që janë shkaktuar tokës, dëmet janë investimet që duhen kryer si rezultati dëmeve që janë shkaktuar. Ky është një proces tashmë që zëvendës ministri e tha që do të fokusohet sipas rëndësisë në momentin që do dalin dhe shifrat e dëmeve. Sepse nëse ne kemi dëme 100% në X sektor, natyrisht ai do marrë dhe buxhetin më të madh. Nëse kemi 70%, 30%, në funksion të përqindjeve të dëmeve të shkaktuara, ashtu do të ndahet edhe buxheti që është në dispozicion. Por unë mendoj që fondet e vëna në dispozicion nga buxheti nuk do ta zgjidhin problemin. Sigurisht. Nuk do ta zgjidhin problemin dhe nuk besoj se ne do të vazhdojmë gjatë me këtë praktikë. Qofse ne nuk fusim sigurimin. Do ta prek atë po në pjesën e tretë e emisionit. Ky është elementi kyç. E para, e dyta, nëse ne nuk ndërmarrim disa masa në front, sektori privat dhe sektori publik, për të përballuar këtë situatë, ne përsëri dëmet do të jenë të papërballueshme dhe nuk do të jenë asnjëherë aq sa duhet. Për arsye sepse kur flas për sektorin privat dhe po nis nga vetja, ne kemi parasysh kanalet e treta. Kanalet e treta janë objekti i sektorit privat dhe nëse ne nuk vëmë në dispozicion të gjitha energjitë tona në mënyrë që këto hinka të çbllokkohen, se këtu është bllokimi i fundit. Që gjithë pjesa tjetër pasaj vonon në heqjen e kësaj. Kanalet e para dhe dyta përsëri janë një proces që kërkon investim dhe deri më sot investimet e kryera nuk kanë qenë ato që duhen, për arsye sepse ne themi që do të shtohen rreshjet, por kanalet janë ato që kanë qenë me ato parametra dhe tashmë parametrat duhet të ndryshojnë, kanalet duhet të zgjerohen, mjetet duhet të shtohen në mënyrë të tillë që ne të disbursojmë edhe fondet e vëna në dispozicion për këto situata. Bashkitë janë institucionet kyç tashmë që do të zgjidhin problemin sepse kanë marrë dhe kompetencë mjaft të mëdha kohët e fundit për sa i përket investimeve në ujitje dhe kullim. Dhe kjo nuk është kuptuar akoma nga bashkitë, çfarë ato kanë marrë, çfarë ato mund të disbursojnë dhe çfarë detyrimesh kanë. Është një ngërç që duhet zgjidhur, sepse në fundit, nëse kjo do të marrë rolin e një topi futbolli, fajin e ka ministria, fajin e ka bashkia, fajin e ka sektori privat, ne nuk do ja dalim dot në krye. Këto situata kërkojnë punë në front. E kuptoj. Zoti Guri, meqense flasim dhe biem dakord që ishte një situatë e pazakont, rreshje të dëndura me një kozgjatje po të pazakont. Pra, kur jemi në situatët të tilla kaq të pazakonta, pse u pa e udhës që mos të shpallej një gjendje e jashtëzakonshme? Duhet bim dakord që ekziston një legjislacion specifik dhe vendimarrja për gjendjen e jashtëzakonshme është vendimarrje e një komisioni specifik gjithashtu, që është komiteti, dhe absolutisht aty ka specialistë të cilët janë të njohur dhe me një background të rëndësishëm dhe me kapacitet të rëndësishëm të themi njohurish, kështu që unë nuk mund të diskutoj për një vendimarrje e cila merret nga një grup kolegjal
specialistësh. Po për ju, zoti Rapa, ishte e nevojshme që në këtë rast të shpallej gjendja e jashtëzakonshme për shkak të një situate atipike? Si kundër, po bim dakord të gjithë që ishte jo e zakont? Se sa atipike është ajo që zonës ministri tha që ka një ligj për ta zbatuar këtë dhe ata që firmosin për këtë, për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, marrin përsipër dhe riskun tjetër që vjen mbas është në përputhje me ligjin apo s'është në përputhje me ligjin. Dhe unë nuk marr përsipër të them që duhet shpallur apo s'duhet shpallur sepse se kam as kapacitetin për këtë punë, nuk jam as i profilizuar në këtë. Jo, po për shkak të atyre që kemi parë të dëmeve të shkaktuara. Nga pikpamja e financimit është mirë që të jetë është më lehtë kur shpallet gjendja e jashtëzakonshme për arsye se gjendja e emergjencës, për arsye sepse është më lehtë financimi më mbrapa. Ka më shumë burime financimi, është më lehtë për t'i financuar e tjera një proces i tërë që vjen në vijim. Por, kjo është çështje dhe kompetencë e atij grupi që zonës ministri thotë. Dalemi pak, ju lutem, zoti Guri, tek çështja e tek efektet e përmbytjeve në sektorin e bujqësisë. Çfarë presim ne në muajt në vazhdim në aspektin e prodhimit bujqësor dhe dëmeve të shkaktuara? Duhet bëjmë dakord që megjithëse periudha e përmbytjeve ishte një periudhë e cila ishte, të themi, violente në mënyrën se si ajo u paraqit, pra shumë e shpejt, me shumë prurje ujërash për një kohë të shkurtër, përsëri ujërat mbetën mbi sipërfaqet e tokave në një kohë të kufizuar. Gjë që e bën edhe dëmin në sektorin bujqësor më të përmbajtur, më të kufizuar. Sigurisht që në disa raste, si që përmend në rastin e bimbetarave e tjerë, duhet parë se sa kjo periudhë përmbytje ka ndikuar në procesin e rritjes së kulturave bujqësore. Sigurisht që specialistët e bujqësisë, të cilët janë tani në terren, do ta vëzhgojnë këtë edhe jo vetëm në termat e dëmit, por edhe në termat agronomik, çfarë na pret më vonë. Zoti Rapaj, sikur të mos mjaftonte fakti që për disa 3 mujor rresht sektori bujqësisë ka shënuar vlera negative rritje, duheshin edhe këto përmbytje të këtij fillim janari për t'i vënë, le të themi, kapakun sektorit me efektet negative që po përjeton. Nga të dhënat që keni ju si shoqat agrobiznesi, çfarë lloj kulturash janë dëmtuar më shumë, apo çfarë lloj të mbjellash dhe çfarë efekte shpresim nesër, a mund të kemi në rritje çmimi si kundër ju përmendët të grurit për shembull që është dëmtuar më shumë apo? Po, përse përket të grurit, ne nuk besojmë që ato sipërfaqe të mbjella dhe që kanë qenë në ujë më shumë se 48 orë do të kenë më një rikuperim. Kjo punë është mbyllur me çështjen e grurit. Pra gruri është më i dëmtuari, si të thuaç, kultura më e dëmtuar. Gruri është më i dëmtuari. Po vim tek serat. Nga ngricat, shumica e bimëve që ishin mbjellë në sera kanë dalë jashtë funksionit për sa i përket rendimentit në radhë parë, që nuk do të merret ai rendiment, kjo është e sigurt. Edhe ato që kanë shpëtuar nga dëmtimi i përgjithshëm, por një pjesë e mirë edhe do të ribëhen. Dhe këto janë humbje që nuk kthehen më mbrapsht. Po të shikosh pastaj në agrume, ato agrume që kanë qenë u dëmtuan përsëri, po të shikosh edhe në bimët e tjera të arave që kanë qenë mbjell, edhe ato janë dëmtuar sepse pati kombinim përmbytje dhe ngritës. Dhe kjo ka bërë që disa nga subjektet të dalin jashtë parametrave të parashikuar përsa i përket anës ekonomike dhe financiare. Kështu që këtu do të kemi një dëm të pa llogaritshëm përsa i përket subjekteve që kanë pësuar goditje të tilla. Ju keni një dëm për shembull para? Po kemi shembull për shembull në Durrës, një subjekt i cili ka marrë 40 hektar grur, ka marrë tokat me qera të personave të tjerë, dhe njëkohësisht ishte mbjell shumica dhe ishte gati në 3-4 gjethe gruri, ka shkoj më shumë nga 3 ditë, 4 ditë, mbi 20 cm ujë në parcel. Të 40 hektarët janë përfundimisht janë mbyllur. Kuptohet tashmë, përveç farës, plerave që janë hedhur, punimet mekanizuara që janë bërë e tjerë, tashmë do të rikthehet përsëri për ta përgatitur të tokë dhe do të kërkohen përveç këtyre shpenzimeve që janë bërë dhe që humbën, po do të kërkohen dhe shpenzime ekstra për ta rikthyer tokën në gjendje normale.
për ta mbyllur me një kulturë tjetër, ndoshta me misë, ndoshta me diçka tjetër në perimet dyta. Që vështirë se edhe me premtimin e dëmshpërblimit mund të marrë në kohë për të arritur për të rikuperuar Nuk ndodh që të rikuperohen dëmet 100%, nuk ndodh. Për këtë jemi të sigurt. Por dëme ka pasur blegtoria, sidomos për bazë ushqimore, atje ku është përmbytur baza ushqimore ka dalë jashtë funksionit, përveç dëmeve që janë shkaktuar nga ngordhjet. Po ju si shoqat agrobiznesi, a keni ju ndonjë bilanc në një të dhënë paraprake? Ne nuk kemi bërë bilanc për këtë, sepse të bësh bilanc për këtë kërkon ca kapacitete që ne nuk i kemi. Jo, nga ato se çfarë ju raportojnë fermerët. Po, ju a shpjegova, na ka raportuar disa kompani që janë të zëna, por zënës ministri e tha që 2 anët e lumit Vjosa, gjithë subjektet që janë atje me lule shtrydhe, dhe që kanë pasur serat, dhe aty që pati dhe një qarje të një argjinature në një farë, në njërën nga ato që janë ndërtuar kohën për para, shumë subjekte kanë dalë jashtë programit prodhimit të tyre për këtë sezon. Pra, sezoni parë pati dëmet konsiderueshme në shumë subjekte, por mos flasim me opinione, mos flasim me hamendje, apo me sondazhe, po nuk flitet në tilla raste pavarësisht se disa ekspert flasin dhe me shifra, por që flasin në avaz sepse nuk din gjë për këtë punë. Okej. Mirë, ne do të shkëputemi për pak hapësirë publicitare dhe do vjojmë të flasim edhe në pjesën e tretë e emisionit për situatën e përmbytjeve, por në pjesën e tretë do të ndalemi tek fakti se kush duhet i paguaj këto dëme që vinë nga fatkeqësitë natyrore. Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e fundit e emisionit dhe po flasim në këtë pjesë për situatën e përmbytjeve në këtë fillim janari, ende nuk kemi një bilanc paraprak të dëmeve të shkaktuara nga rreshtit e pasakonta që pati ky muaj, pra ky fillim janari, por ajo se çfarë mund të themi dhe çfarë thot Ministria e Bujqësisë deri në këtë moment që flasim është se janë rreth 13.000 hektar tokë bujqësore në ujit për të prekura nga përmbytjet, por ka një numër të ulët dhe të vogël në fushën e blegtorisë të prekura nga krerë për të prekura nga përmbytjet. Ndërkohë qeveria ka parashikuar 50 milion euro dëmshpërblim për të prekurit, por pjesë e kësaj shifre, pra 50% e kësaj shifre do të jenë edhe investimet që do të kryen në infrastrukturën parandaluese për raste të tilla në të ardhmen. Por sa herë flasim për dëme nga fatkeqësitë natyrore, gjithmonë rikthejmë diskutimin dhe debatin se kush duhet i paguaj këto dëme. A ka ardhur koha që edhe në bujqësi të kemi një sigurim të detyrueshëm nga fatkeqësitë natyrore? Në fakt, Ministria e Bujqësisë ka thënë se është në një fazë finale të një hartimit, pra të një skeme apo të një instrumenti financiar për të ofruar një sigurim për produktet bujqësore. Dhe po diskutojmë në këtë pjesë të dytë, në këtë pjesë të tretë e emisionit me të ftuarit jemi që është Zëvendës Ministri i Bujqësisë Fatmir Guri dhe Agim Brapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit. Zoti Guri, vijojmë me ju. Keni deklaruar, pra Ministria e Bujqësisë ka thënë se është në fazën finale të hartimit të një instrumenti që do të hidhet për diskutim për sigurimin e produkteve bujqësore. Mund të na thoni diçka pak më konkrete? Në çfarë faze jeni me këtë instrument, me këtë skem? Atëre, ajo që ndodhi në ditët e para të janarit, verifikon atë që është pritshmëria edhe nga dokumentat kombëtar por dhe ndërkombëtar, se çfarë do të ndodhë dhe se sa më të violente do t'jenë situatat meteorologjike në të ardhmen. Ballkani perëndimor në përgjithësi, por Shqipëria në mënyrë të veçantë do të ketë një efekt të shtuar të këtyre fenomeneve negative atmosferike, të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me përmbytjet, kanë të bëjnë edhe me nivelin e temperaturave të ulta në një periudhë të vonë, kanë të bëjnë me përsëritjen gjithmonë më të shpesht të fenomeneve të breshrit, të cilat vështirësojnë ose e bëjnë më të paqëndrueshëm nivelin e të ardhurave për fermerët. Në këtë kuadër, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është duke ndërtuar një instrument i cili do të jetë një instrument i qëndrueshëm në ndihmë të fermerëve. Dhe ky është sigurimi në bujqësi. Si është menduar kjo skem pak a shumë? Sigurisht që neve kemi një asistencë të një modeli i cili funksionon në mënyrë... Modeli turk? Modeli turk, që funksionon mirë,
kemi një asistencë e cila vazhdon që të jetë dhe një bashkëpunim midis ministrisë, por edhe me ekspert. Duhet kemi parasysh që procesi i ndërtimit të këtij instrumenti është një proces i cili kërkon gjithashtu një kohë, por kërkon gjithashtu edhe një bashkërendim të punës të disa aktorëve, që janë ministria ose autoritetet publike, më në përgjithësi, që janë përfituesit, që janë fermerët, por që janë edhe, të themi, shoqëritë e sigurimeve. Neve kemi hartuar tashmë një draft të parë të ligjit. Po si është parashikuar kjo skemë pak a shumë? Tani, kjo skemë parashikon ndërtimin e një komiteti të përbashkët midis aktorëve të ndryshëm, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin përcaktojnë edhe të themi karakteristikat kryesore të nga njëra anë paketave të sigurimit dhe nga ana tjetër të primeve të sigurimit, për të mundësuar kështu demokratizimin e këtij instrumenti tek fermerët dhe pse jo edhe një mbështetje të primit të sigurimit në mënyrë pjesore në vitet e para edhe nga autoritetet publike. Pra që t'jetë shteti e një mbështetës apo një pagues, kompensues i primit për një farë periudhe? Për fermerët. Për një farë periudhe, në nivelet të caktuara, autoritetet publike ofrojnë këtë ndihmë pikërisht që fermerët të fillojnë dhe të bëhen pjesë e skemës dhe që të pastaj të vazhdojnë në mënyrë individuale mbështetjen në mënyrë të vazhdueshme të prodhimeve të tyre. Po çfarë mbulimi mendohet të ketë kjo skemë? Sigurisht që kjo është në një moment të dytë. Pra, neve diskutojmë aktualisht për karakteristikat që do të ketë ligji, për mënyrën se si do të ndërtohet i gjithë procesi dhe në fund fare për të arritur në aplikimin e këtij të fundit. Pastaj, detajet se sa do t'jetë niveli mbulimit, cila do t'jenë kulturat e mbuluara, cili do t'jetë niveli angazhimit të autoriteteve publike. Në këtë janë detajet të cilat i përkasin një momenti më të vonë. Zoti Rapa, jemi në dijeni ju si grup interesi lidhur me këtë skemë që po dizenjohet? Po, ne jemi në dijeni, ky proces ka një 4-5 vjetë që ka nisur. Fillimisht ka nisur me iniciativë të Bankës Botërore, që u lanë mes në nuk e di arsyen përse u la, dhe ngeli në një stagnacion të gjatë. Tashmë vazhdon me një mbështetje tjetër, me një eksperiencë nga Turqia. Ne kemi bërë 2 takime me ekspertët turq, një kemi bërë në Bankën Botërore, një kemi bërë në Ministrinë e Bujqësisë. Për këtë, unë do të shtoja më tepër nga ajo që zënës Ministrisë tha për 3 aktorët, por unë do mendoja që në fazën e parë do ishte e rëndësishme dhe një donator i fuqishëm, siç është Bergji apo Banka Botërore apo FMN apo dikush tjetër, apo Banka Europiane e Investimeve, të ishte pjesë e këtij procesi, apo Banka Shqiptare e Zhvillimit të ishte pjesë e këtij procesi, për arsye sepse unë mendoj dhe ne kemi propozuar që ka ardhur koha që ne të bëjmë detyrim sigurimi me detyrim. Në bujqësi. Në bujqësi. Të bëjmë sigurimi me detyrim në bujqësi, për arsye sepse nga gjithë parashikimet që kemi, ky fenomen, përkeqësimi i kushteve natyrore do vit duke u rënduar. Dhe ka projeksione për këtë dhe për dëmet që do të shkaktohen në vijimsi. Nëse ne sot do të investojmë apo do të marrim pjesë tek primi i sigurimit, atëherë me primin e sigurimit ne kemi zgjidhur disa probleme të tjera, sepse që ta sigurosh një subjekti kërkon disa kushte. Dhe shumë nga fermerët dhe nga institucionet përkatëse nuk i kanë këto kushte, por do detyrojnë të plotësojnë. Nëse ne vëmë në ligj që sigurimi është i detyrueshëm, atëherë publiku, sektori publik ka detyrimin e digave dhe për të bërë investimet e nevojshme.
për arsye sepse nuk ta pranon sigurimi, nëse nuk ke kushtet. Këtu doja Po dhe privati. të dilja, pra deri në finalizimin e një skeme për sigurim të detyrueshëm, a duhen bërë edhe disa investime paraprake që t'i parandalojmë aq sa mundim nëse kjo do jetë në ligj, askush nuk do shkel nuk ka kapacitet për shkel ligjin, ose nuk ka kurajon për shkel ligjin. Dhe prandaj ne themi që ta bëjmë me ligj këtë, sepse shpesh herë janë sa gjëra që kur i bën detyruara është më... A kanë mundësi financiare fermerët sot që flasim... Nëse janë 4 aktor, mundësi financiare... Për të paguar dhe për të siguruar? Shikoni, nëse janë 4 aktor, sot po marrin primin maksimal që është 7%. Por nëse fermeri paguan 1-2% të primit të sigurimit, dhe këtë e ka të detyrueshme, nuk është në një shifër kush e di, duke pas parasysh atë që ka humb. Sepse ne do të krahasojmë investimin që bëjmë për primin me humbjen që kemi nga dëmi. Dhe të jemi të sigurt që buxheti i shtetit nuk do përballojë më dëme dhe nuk i ka kapacitetet. Dhe nuk është e ndershme që nga buxheti i shtetit ne të vëmë fonde për të disbursojmë fonde për dëme nga natyra. Kur dihet që burimi i financimit nga sigurimi nuk është vetëm brenda Shqipërisë, nuk është nga buxheti shqiptar, por është nga shoqëritë e risiguruara, nga shoqëritë e huaja. Pra ne i shtojmë Shqipërisë edhe një burim tjetër financimi që nuk e kemi në asë në buxhet, por nuk vinë nga të ardhurat tona, por vinë nga një tjetër burim që është i pa kufi. Zoti Guri, si është menduar kjo skemë? Do t'jetë gjithë përfshirëse, pra do të sigurohet fermeri për ngrica, për mbytje, për zjarre, për çdo fenomen që quhet fatkeqësi natyrore? Ligji i cili po zhvillohet është një dokument i cili do të përcaktoj themi strukturën e sektorit, i cili tani ekziston, por në një mënyrë shumë të kufizuar, sepse duhet të jemi të ndërgjegjshëm që sot ka disa operatorë të cilët sigurojnë gjithashtu ose kanë polica sigurimi dhe në bujqësi. Por kjo është minimaliste fare e papërfillshme. Kjo mbetet shumë e kufizuar. Pra, ajo që është themelore është që neve të hapim në mënyrë të plot rrugën ligjore se si do të kryhet procesi. Pastaj, mënyra dhe tipet e produktit të sigurimeve i cili do të ofrohet, pastaj është një diskutim tjetër, dhe unë ju a thash, midis aktorëve të ndryshëm, sepse duhet të bijem dakord, në zonat të ndryshme, shqetësimet janë shumë të ndryshme. Në qoftë se neve shohim, po ju sjell një shembull, në qoftë se neve shohim fenomenet e breshrit në Korçë dhe në Shkodër ti ke një fenomen breshrit çdo 2-3 vjet, në Korçë ti ke një fenomen breshri 2 herë në vit, në vitet e fundit. Pra, mund të jetë një formë sigurimi e diferencuar në varësi të vendit. Nuk mund të jetë një tregues ose një produkt sigurimi i cili të jetë i përgjithshëm për gjithë vendin, sepse nuk i përgjigjet edhe atyre të cilat janë karakteristikat e bujqësisë dhe të shqetësimeve lokale. Dhe nga një pyetje të fundit, meqense jemi në fund të kësaj hapësire televizive, do kemi ndonjë gjë konkrete, zyrtare, draft të nxjerrë për konsultim për këtë qëllim në këtë fillim viti, zoti Guri? Neve mendojmë që... Pra, e finalizojmë në muajin shkurt mars një draft final? Neve besojmë që në 6 muajin e parë të këtij viti, neve do të kemi themi një draft të konsoliduar, i cili më vonë do të shkojë, pra do të ndjekë rrugën e përgjithshme në konsultim publik e kështu me radhë. Zoti Rapaj, jemi në kohën për ta patur një ligj të tillë? Jo, ka kaluar koha. Ka kaluar koha. Kush do të ishte skema që do t'i nxiste më së shumti fermerët? Bashkëpunimi edhe me... Bashkëpunimi 4 aktorëve. Me shtetin, pra edhe subvencionimi një pjesë të primit? Pa diskutim, nuk përballohet kjo vetëm nga fermeri. Me kushtet që ne kemi, me investimet që kemi bërë, e tjera me radhë. Por jemi në fazën tashmë që ne kemi burime financimi dhe nuk i disbursojmë dot, ato dhe natyrisht që hapja e kësaj fushë, hapja e këtij kanalit të sigurimeve, ne do të na zgjidhë shumë probleme të tjera, ose do të na shtorin tavolinë për të zgjidhur probleme që ne nuk i kemi zgjidhur prej vitesh. Sepse do e kërkoj ligji që ne të bëjmë investime si sektor privat dhe sektor publik
në të gjitha ato sektor që nuk jemi bërë dërmë sot. Okej. Zoti Rapa, ju falenderoj që ndave me mua këto informacione, gjithashtu edhe ju zoti Guri, falenderoj që ishit në Ekozon. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë emision, në bashkë do shihemi të dielën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.